Show. Përshëndetje, miq të nderuar të televizionit First Channel. Po nisim edhe një valamala, e dini që këtu do të tojmë mysafir të ndryshëm, intervista, ngjarje, muhabete, do të paraqesim personazhe të cilat janë interesante, që nuk e kanë pas rastin, ndoshta edhe me tregu për punën e tyre, për jetën e tyre e shumë gjëra të tjera. Dhe sonte kam një mysafir special, është shumë interesant. Është një femën muratore. Femën që di me bo plaka të keramikës, që di me bo elektriken, që muran, apo zidon që i thojmë na me të moqmen, e shumë punë tjera të cilat sot besa edhe burrat po pritojnë me bo. Ju nuk është që nuk e njihni, po nuk e keni ditë ndoshta edhe këtë anë të saj. Unë ja përcjelli punën shumë kohë, ajo jeton në Itali, punon dhe vepron atje, ka qenë edhe sigurisht e njini banore në It's My Home. Është me ne sonte Valentina. E ftojmë s'kenë. Valentina. Mirë mbrëma, mirë si u gjej Valon. Kënaqësi që emocion, shumë emocion. Të vishte Vala Mala Show, nuk e kisha menduar kur, gjithsesi faleminderit shumë për këtë ftesë që më keni bërë. Faleminderit. Kam premtu Valentin, kam shumë faleminderit nga zemra. Për punën që bën ti duhet me ditë publiku edhe me pas është diçka e veçantë. Nuk është që mundesh me e pa për ditë. Faleminderit, sinqerisht po më rre zemra fort, është vërtet ky emocioni sinqert, edhe janë të paktë ato që mbajnë fjalën, e ke mbajt fjalën. Faleminderit shumë. Por no. Faleminderit Valon. Kjo është një dhuratë e vogël. Dhuratë? Mund ta shohësh vetë. Është enkas për ty. Enkas për mu? Po. Besoj se njerëzve të veçantë. Kjo ta ketuke për të pritur me shqiponje. Pundore. Po. Për të pritur miq e mysafir të mirë burra. Shumë e bukur. I takon të pikërisht Valon Malokut kjo lloj dhurate. Shumë e bukur. Të jam shumë i njohur Valon që më ke ftuar sonte. Do ta mbaj, është çifteli me flamurin e shpirtit, me flamurin kuqezi. Ka këtu pak edhe Skënderbek që zguxojmë për televizion me, po kjo është më tepër është si dekor se sa shumë e bukur. Do ta përdorin në emisionin tjetër se kam kulla malokëve. Suksese, po. Është pikërisht për kullën e malokëve, është një dedikim special pse du me ta përmbledh pak pse ishte kjo ideja e kësaj dhurate të vogël simbolike. Shpirti jot prej artisti, burrëria jote prej shqiptari me atë flamurin, dhe pikërisht asaj ode i takonte pikërisht kjo dhuratë e vogël. Të jam shumë i njohur se nuk kam pak vite, kam vite që kam njohur njerëz të ndryshëm në jetë. Sinqerisht të them edhe e mbaj fjalën që je nga ato njerëz të veçantë, edhe pse mundohen shumë me të vu ferra para këmbëve. Sepse i ndjek rrjetet sociale si çdo njeri që ndjek rrjetet sociale, dhe pse dikush pak janë që të sulmojnë, por unë di të themi gjë që sa herë mundohen me sulmuar njeri të madh, kushdo qoftë, thjesht janë duke të ngritur ty aq lart sa ty nuk do të arrijnë dot kurrë. Faleminderit, po do t'i lojmë këto komplimentet anash, do të folim sot veç për ty, jo për mua. Faleminderit. Këto minuta janë tuat, edhe unë kam qejf që populli shqiptar ta di. Ata që e përcjellin në rrjetet sociale, ja shohin punën e saj. Na kohë pas kohë edhe do t'i qesim anash këtu në monitor edhe punë të cilat Valentina i kryen. Thash është shumë e çuditshme, duhim me ditë që nëse ka ndonjë gruça burnesh është kjo. Faleminderit shumë faleminderit. Ka qenë shumë interesant edhe kur e kon pas paraqit për It's My Home. Se dia të kujtohet telefonatën e parë kur kanë thonë që e pranu. Po, më kujtohet. Ke pritu edhe me hapa të telefonin se ke qenë të punu? Atëherë kam qenë duke punuar, duke bërë shkallët të një grua napoletane. Një mike që ka ndihmuar edhe për të më dhënë dokumentat si residente atje.
Jam hezituar me hap kamerën, sepse mendova televizion, këta njerëz shumë të mëdhej, si ka mundësi po më marrë, isha e mbytur në emocion, edhe ju shkruaj që jam gjithë plur, isha gjithë plur vërtet, si që po prija me Flex, edhe kur më vjen mesazhi, ne nuk kemi nevojë për manikin, ne kemi nevojë për njerëz, për ato njerëz që vinë nga puna, për ato njerëz që vinë nga jeta, nga fushat të ndryshme të jetës, dhe unë nuk përtova pastaj e hapa, por që po ndihesha pak si e turpruar që po flisja me njerëz aq të mëdhenj, më dukej vërtet një gjë shumë e madhe. Edhe i thash vetës, ti je në një gremin, unë kam qenë ato momente të jetës time në një gremin. Pavarësisht se jam grua e fortë, kisha fituar një permesso soggiorno si një grua me vlerat më dhaja, duke i shpëtuar jetën një shqiptari, siç e kam përmend dhe në It's My Home. Por që vendi im më kish njollosur, vendi im më kish shumë njerëz, domethënë kur gratë divorcohen, mundohen t'i hedhin gur nga mbrapa. Dhe unë isha, domethënë, isha në ato momente të jetës time që unë isha vërtet në një humner dhe thash, pse jo, pse mos shkoj në këtë emision të ngres zërin si një grua që ka vlera, dhe ato vlera nuk ka të drejtë i mohoj kërkush, kur ti raskapitesh, kur ti drobitesh, kur ti nuk je shitur kur si një femër, gjithë ato që thueshim për mbrapa krave të mi, unë kisha qef në televizionin tuaj të ngrija zërin fort, se si puna ime... Valentin, ato që ka ki bo në It's My Home, ki të regu që ka. Unë e thash, sonte doj me folë për punë të cilat i banë. Po, ditë them që kjo ishte arsyeja që unë e hapa di telefonin dhe erdha në këtë televizion, që ishte ajo njojtja. Edhe për mu ka qenë shumë abi, kërë kom pa mu ka pas duke interesant, duke që me njerë kërë nalë telefoni, i thash Antigonës, shumë tip interesant, po përnej ka shkallë, po përnej ka dyrë, e pa me tulla të zidu edhe ka qenë shumë interesant. Që shekinis këtë punë? Atëherë, unë jam parukjere në profesionin tim të vërtet. Jam parukjere dhe profesioniste në parukeri. E njoh mirë, do më thënë, gjdo lloj detaj të parukjerës. Do më thënë, vetëm hiq thojt që nuk jam marë. Ama për tjerat, do më thënë, jam parukjere. Por, duke parë që jeta ndryshoi, gratë fillun duke i ble në për shtëpirat e tyre pjastra, tharse, puna e parukjereve ra goxha ndjeshëm, e pash që isha në një situatë shumë të keqe ekonomike, aq sa mund t'i kisha shtri dorën dhe fëmijëve të mi që ishin akoma të vegjël, nuk ishin për të më mbajt mu, unë duhet ndihmoja ata, jo unë të kërkoja të ato, dhe pse isha divorcuar kisha raport mirë, edhe shikoja që po hasja vështirësi ekonomike. Pastaj e mendova, do më thënë, si zgjidhje për të ikur në Itali. Shumë pak kohë kam punuar sa për të mësuar gjuhën, si që punojnë gjithë gratë shqiptare me të moshuar, për të kujdesur për to. Do më thonë, një kujdes për pleshë. Po. Pastaj kam kaluar direkt në muratore. Kam kalu muratore, fillimisht kam filluar me lyerjet, që i dija. Ki dit me lyja? Po. Bëjatisja? Po. Fati që baba i fëmijëve ka qenë një murator, shkoja ndonjëherë mbrapa atij dhe e kisha pak iden, jo shumë kam mësuar hap pas hapi në Itali, tani do t'i them domethënë. E merrja një punë edhe pse ndoshta nuk isha ajo si jam sot kompletuar si muratore, e merrja me atë guximin që po do ta bëj. Duke parë, duke edhe pa i ditë krejt. Dhe pa e ditë krejt, hap internetin, bëje, priza kam lidhur, do më thënë, hidraulike kisha bërë, që kur kam qenë me babën e fëmijëve, asistoja ke punit të tia, ke shtëpia ime, do më thënë, kur kishte ndonjë diçka, por që të merja punë të mëdha, e pash vetën, do më thënë, si ta them unë, një femër në udhkryq, edhe puna si muratore më shpëtonte, më jepte vërtet të ardhura, më jepte vërtet edhe dignitet. Sepse ato vendi, faktikisht unë tani jam shpërngull në Milano, kam qenë në Napoli, edhe kur më keni telefonu ju. Napoli është një vend që ka shumë nevojë për ndërtimin, dhe ti duke punuar, ka marrë punë edhe falas, fillimisht. Vetëm me udur, i lutesh, thosha, këtë punë do ta bëj unë. E merja falas, edhe normal, mund të më ofronin një drek, apo mund të më ofronin kafen,
por që nuk shikoja përfitim. Ditët e para mund të ke marrë një punë falas dhe pastaj filloi zinxhir puna pa u ndal asnjëherë. Është interesant se për me lyj unë kom pa edhe femna që lyjnë, domethënë bëja ti që bojnë, po prizat elektriken duhet pak logjik, për elektrik nuk bëhet lehtë, ndërsa për hidraulik duhet forcë e burrave. Po, atëherë falë Zotit, nuk e di Zoti, ndoshta më ka dhënë një forcë që kur ma ktheu jetën për s'dyti, se unë kam kalu kancer, edhe ndoshta Zoti po më provon që jam një femër e fortë, i ngjaj gjyshit tim, kam patur një gjysh të fortë, ai më ka edukuar punën, ai më ka edukuar vlerat, edhe nuk më mungon forca falë Zotit, falë vullnetit Zotit, por edhe vetë ajo që unë i kërkoj vetës, ka çdo njeri një objektiv në jetë. Unë i them vetës, kaq duhet ta bësh sot, kaq të takon ta bësh sot, lodhu, raskapitu, djersitu dhe dilja. Duhesh me kry. Duhesh me kry. S'ka shanse, domethënë kam ngritur cimento 11 katë lartë. 11 katë thesin e cimentës? 25 kile. Dhe me që ishin shumë thes, duhet bëja deri në gjysmën e rrugës 2 thes njëhershi. 2 thes deri në katin e 7, pastaj më kputeshin gjujt, nuk ja dilja dot më. 2 thas për një herë që qut deri në katin e 7. Një këtej dhe një këtej deri në kat 7, pastaj më kputeshin gjujt, nuk arrija dot më, duhet përcillja njërin, të merrja tjetrin. Dhe ndonjëherë gati të përlotesha, i thosha vetës çfarë të bë, e shikoja veten që ishin ato sforcat, ato hapat që gjujt jam të kput vërtet. Thosha ti ja del, edhe e kujtoj veten, ndoshta dhe pa ngrën, ndoshta edhe me një paninë gjithë ditën. Vite që unë bëj këtë program, trupi im mund të haj vetëm një paninë në ditë. Kafen nuk mungon, kafen e du, ama një paninë e valon ditë pa parë një jetë të bukur. Ndoshta privilegjim janë se duke qenë parukjere, pjesa e modelingut ka qenë, e fotove ka qenë pjesë në familjen time, e kam shumë qef. Estetika e më thetë thash, unë robat, por nuk shpenzoj kur, çdo robe imja mund t'jetë 2 euro. Maksimumi 3, po. Mos më dhuj. Po. 2 euro, 3. I zgjedh veçantat buka, po i merr I lira. zgjedh Napoli, ka një gjë që punë e tyre se si i çojnë në treg, ketë gjitha çmimet duke filluar nga 2 deri në 200.000. Ti nëse ke 200 shko mere, nëse ke 2 euro shko mere, po është e njëjta si ke 2 euro, si ke 200 euro, thjesht logo e dyqanit. Dhe unë preferoj të marr atë 2 euro, por nuk bëj dallim nga femrat e tjera që kanë marrë 200 euro. Ju zgjedh më elegante, më që të përshtaten për ty. Gjithmonë kursej, domethënë sepse normal është një lek që del me gjak, por që është një lek, domethënë që unë edhe e kollandris, nuk e shpenzoj kot, nuk pi duhan, nuk pi alkool, nuk shkoj lokaleve, absolutisht kam shumë vite në Itali, nuk mbaj mend të kem shkuar në një restorant shtrenjtë, vetëm kur më ka dërgu fëmia im, vajza ime. Optimin që e patë në Dubai të vajza... Po, vetëm edhe nuk do doja që të shpenzonin për mu, kam dhe një shoqe në Dubai, e përshnes nga zemra, edhe vajza ime dhe shoqja të dyja më kanë çuar nga vendet më të bukura, po unë sinqerisht ndihem keq për pagesën e tyre sepse më dhimbse. Ai pyet që çdo herë sa harxhu ta kushtoi. Nuk i pyeta se do fillonit më kritikonin, po që e di vetë që i shpenzova pak, po gjithsesi është ajo pjesa që te fëmia, prindi ka bërë diçka që fëmia kthehet dhe i dhuron 2 ditë të bukura. Ke shoqja, ajo është moshë e fëmijës tim, është vajza një polici nga Vlora. Besnikërinë ma ka çmuar jashtë mase, çdo gjë flasim me njëra tjetrën, mbetet aty dhe nuk del kur as të fëmijët e mi. Kryesoja je kënaq disa ditë. Jam kënaqur dhe ishte vend shumë i bukur, por shumë i nxehtë, jo për mua. Qysh mësove elektriken? Atëherë, për mu, çdo gjë lidhur me ndërtimin është një dashuri. Duke fillu nga dritat, nga uji, nga tavanet e varura, nga dritat, nga dekoret që janë me gjeso, gipse, si thonë këtu në Shqipëri apo në Kosovë, dekor, nuk e di, si që janë kolonat këtu, të gjitha me përpikmërinë më të madhe, unë me punën. Po, se ti e edhe artiste, e edhe piktore, ti edhe piktore në bukur edhe e ki shpirtin artistit. Përpiqem, po, pa tjetër, përpiqem të dekoroj, përpiqem të ndryshoj
totalisht një shtëpi, nga zeroa ta çoj në t'i dorëzoj çelëzat e Kem shtëpisë. pa dhe këtu kur pa të vizetu në borrat Shqiponja. Ishte një gjë shumë e vogël ajo. Po dhe po, u shikeni farë simetrie, ajo nuk... Po, ajo ishte një gjë shumë e vogël në pamundësi. Nuk mund ta marrësh me mend këto duar çfarë bëjnë. Nuk jam artiste në pikturë, këtë mund ta them, nuk mund të shquhem si një artiste në pikturë, po unë pikturoj. E di, nuk është që bën kryevepra, po je shumë e saktë në ato çka bën. Jam art dashëse. E dua pikturën, edhe fëmijët, domethënë i kam orientu drejt pikturës, kanë mbaru bela arte, domethënë ato pikturën njeriu tamam siç është, unë e nxjerr pak ndryshe. Por që e kam ma ka shkolla fillore mesme. Po unë nuk e kam bërë shkollën, prindërit e mi ishin të varfër, na kanë rritur siç e kam thënë në It's My Home duke dhënë edhe gjak trupi për të na rritur neve. Unë kam studiuar jashtë mase, kam qenë nga ato fëmijë që kam studiuar, e kam pas letërsinë 10, e kam pas matematikën 8, të arritur duke shkuar vetëm një herë në javë në shkollë. Nuk shkoja në shkollë, do të kujdesesha për motrat e vëllezrit më të vegjël. E di, shumë familje në Shqipëni keni pas jetën e vështirë. Por domethënë puna e fundit që kam parë tani këto ditë nga durët e mia, kam parë domethënë fillimet e mia si muratore në Itali dhe kam parë tani që mund të më testoj inxhinieri më i mirë në Kosovë dhe në Shqipëri, ti tregoj cilësinë e betonit, ti tregoj cilësinë e dritave, ti tregoj cilësinë e ujit. E ke mësuar edhe këto, a? Po. Jam me aftë, ti kontrolloj parketin, po telat kur të lidh trymës çuçi ke mësuar ato se e ka një farë vete. Nuk kanë asnjë lloj fiziolofie të madhe. Faza, nuli dhe tokëzimi. Janë 3 tela që nuk Ato e di, po pak problem deri te siguresa ndomja te çelësat. Atëherë, për mua s'është problem, po them për kemi një automat. Fijet që hyjnë dhe fijet që dalin. Asnjë gjë, thjesht ka një gjë, duhet i shtrëngosh mirë se ndryshe i bëre i dogje. Atë ka dridh në herë? Nuk më ka ndodhur në dredhi korrendi se jam shumë e përpik me punën. Kam shpëtu vetëm kur dola nga It's My Home për një gabim të punëtorit. Kisha një punëtor nga këto që nuk e din gjuhën, i them ngri pak, domethënë dritaren, taparelli, i thonë në Itali, këto grillat, ngrije pa grillën së është errësirë. Roletat. Ai shkoi ngriti automatin, se nuk kuptonte gjuhën. Fati, ndoshta kush e di ku kam bërë mirë, unë po punoja... Në vend roletës e qaj sigurese. Po punoja me pinca, se neve i lëvizin fijet për t'i shtrëngu mirë, domethënë telat me njëra tjetrën i bëj me dorë. Fati që ishte vetëm nga ato telat e vjetër, që jam një fije, edhe unë po e përdorja me pincë, sepse s'ka shans ajo që të shkonte me dorë. Domethënë, si që kisha pincë në tel, unë ngrit automati kur pash drita, thash ku kam dhënë buk pa pshuar, sepse kështu është thonë kur shpëton. Ishte një rasi. Është rrezik dhe është problem. Po që nuk më ndodhë, sepse unë jam e kujdesshme, nga që punoj dhe vetëm, nuk para marrë, domethënë, rastet ralla që marrë në një punëtor, dhe ti e vetë nën kontroll të situatës tënde, vetëm nëse... Të tregoj se unë e kom bërë shkollën për elektrike dhe po njëjë se kur kom qenë një herë fëmijë, ke prish llampa aty në balkon të gjyshit të doja. Edhe me tezën tu, thash unë ndreqi, se u mërsha veshën këto gjana, edhe atëherë telat jenë kohën kër i kanë zirë telat jashtë kështu. Tele qyshe zgjidha edhe rshova poshtë, e vjerët kështu poshtë. Edhe tash tu zgat me ndreq, ka dalë bluza kështu, si fëmi, edhe më ka prek teli me rrymë, sa atëherë nuk kanë ditë për para qilësin ku po bojnë, vanë se me nalë fazën të qilësi, që shenë lidhë mo, për para me më në fazë. Dhe më ka prek rryma këtu. Në moment nuk e kom ditë shka u bo ku shemëra bëks. Goditja që more. Po, për goditjes, fati që telive shka prek pak fëmi, pam edhe u largu, edhe qasit dridhje këtu si më në pasrat. Atëherë ti e me fatës të ka kapër rryma e portolamës. Nëse ty të kapër rryma e prizës, është fatale. Pse? Funksionon fazë dhe null, kurse ati shkon vetëm faza. Fakti që shkon vetëm fazat e ajo ti je me fat ka dhe një dridhje të fort, por nuk të merr jetën. Nëse ty të kapin prizat, është fatale. Edhe rastin e dytë ta tregoj, ajo si fëmijë tash. Rasti i dytë ka qenë gati njëjtë si ç'është ka ndodhur ty. Gjatë luftës, unë e kom bë planifikimin e
elektrikut komplet edhe elektrifikimin e kampit më të madh që parashikohen në Shqipni. Po. Nuk ka rrit më u përfunduaj krejt në Hamallaj të Durrësit. Ka qenë një zonë moçalike, kështu që në atë kohë kanë bo, që ka tha Gjagjen Ver, moçalet, Hamallaj tash kanë pas edhe detin aty afër. Nuk e di a quhet ai vend hala ashtu, duket që po. Edhe shatorrat, çadrat, ato shtëpiat montar që kanë qenë krejt shkeshin të përgatit, sa ndresha dhe punën e shtratëve spitalit me pas elektriken edhe krejt, edhe hypa me lidh. Gjithë elektrifikimi ka pas më bo me generator, me agregat që i tojmë na. Jom hypën kulm të kur ishin administrata, me lidh, këshim bo si bandera improvizus, si shtylla kështu, edhe i thomë, nale generatorin se du me e bo lidhen kërësore, të kësaj pjesës tjetër. Tu e lidh, i Amerikanë konë me kështu shesherë si ka u baj, ati ju kanal kompjuteri të punu aty, edhe del shkon veç e dhes pa më vetë heq. Veç e dhes. Qasi dridhe, qasi shoku, janë fatale, këta janë fatale. Këta janë raste, jo vetëm për ne që na kanë ndodhur. A i ka qenë shumë gjalli mirë, po të qysh nuk unë i fajtoresht, tha u këndut me më kalëzu, tha pse e nale. Thash tash këtë kampit me i kalëzu, nese, po shkja, është pak rrezik, rrima. Kjo është i mesazh i mirë faktikisht për gjithë ata që merren me elektriket edhe hidrauliket. Janë që të dyja, dy gjëra që janë shumë të rëndësishme, janë domethënë dy gjërat që në ndërtim, pak në unë që marrë rekonstruksion total, komplet shtëpisë brenda, janë dy gjërat që ti, jo se janë të vështira, po që janë shumë përgjegjëse. Shumë mirë se e demonstron këtë punën, zakonisht rrjetet sociale po e qetë qysh po e merë shpinë, qysh ka qenë, e tregon kjo që ko është e prisht, do të ndrojmë këto plakat e keramike, si shtronë edhe plakat e keramike, shumë bukër. Punon edhe këto në proborë i bën si mozaiqe, punimet e gurit, punimet e gurit, mozaiqe me shumë merak. Sigurisht regjia janë të i qitë, se unë s'po i shotash, po janë të i qitë edhe punë të cilat i krynë. Do të t'i demonstrojnë ato krejt mas kohë që... është kjo, thash, e kam nisur, përgjërsa e nisa jetën time ta bëj publike, ju falenderoj sinqerisht nga zemra juve, falenderoj dhe nga zemra 11.000 follower që janë bërë vetëm pas daljes nga It's My Home. Ju falenderoj juve, sepse mu s'me njifte kërkush, as nuk kishte për të njoftur. Do doja, sinqerisht ju përmendja emrat për atë që njerëzit bëjnë për mu, janë bërë një familje ke pjesa ime TikTok dhe çuditërisht kanë bërë një qasje që janë mështjell vetëm njerëzit punëtor. Nuk ka raste që unë të fyem në TikTok-un tim, mund tjetë 1% që mund të sulmoj. Nuk nalen ato, komentat nuk nalen as për kryeministrat. Do më falësh nëse përmend vetëm pak disa emra, edhe pse nuk mundin të gjithë, atëherë është vajza e Kurbinit, që është e para që është supertuese e madhe e TikTok-ut tim, është Albis, është Selmani Konstruksion, është Elmedina, është Emenea, janë shumë njerëz. S'më vinë emra tani, Flori, Klajdi, janë shumë, i falenderoj nga zemra. Do të bënë edhe ma shumë, ja bëni follow në rrjetet sociale. Falenderit shumë nga zemra dhe unë përpiqem Valon që mos të fshe as vuajtjet e mia në ndërtim, nuk përpiqem mos t'i fshe as rrudhat e jetës në ndërtim, as të përdor filtra kur jam në ndërtim, vetëm ndonjëherë vetë, ndonjëherë filtr, këto ditë e fundit se u raskapita jashtë mase, dhe nga që më ndjek nëna ime, mërzitet ku të shë, po nuk jenë marrë rrudhat jenë rrefemjen. Për gjitha ato që njerës që ndoshta fyej ndonjëherë thonë pse përdor filtra, duhet kuptoni që prindi që ka gjëja që të bën, të mendohesh 2 herë për gjërat që bën. Unë nuk du ta lëndoj në nëntime që jam duke vuajtur dhe jam raskapit dhe në atë mënyrë, edhe i kërkoj ndjesë, se unë e di që do ta ndjeki këtë, i kërkoj ndjesë, por ajo duhet krenohet që vajza e vetë zvarritet me thonjë, jo pak e ca, për të arritur shumë lartë. Bravo, T'lum. Faleminderit. Cilën punë e bën ma me qef për gjitha këtyre? Ti bën plaka, rrym, hidraulik, ujë. Më e vështira, më e bukur më duket për mu. Më e vështira, cila është më vështira?
Duke hyrë te automati kryesor i shtëpisë, duke lidhur linjën, unë gjej Napoli, domethënë ku kam punuar, gjej automat që janë pa asnjë lloj sigurie. Domethënë rrymën e ki ma... Rrymën e kam shumë merak. Kam gjetur familjen e fundit, kam qenë live, e kam parë vetë, domethënë shtëpia nuk ishte tokëzim. Prekje frigoriferin të dridhte, prekje lavatricën të dridhte. Nëse shtëpia është pa tokëzim, domethënë është gjëja më fatale që mund të ketë një ndërtesë. Për bojlera, për këtë Edhe e kam, domethënë ndjeva veten si në borxh me familje, me që po përkujdeseshim, duke më ofru kafen, duke më ofru fruta në punë, ajo gruaja mi binte afër, ndonjëherë mi çonte edhe ngojnë live dhe unë ndihesha pak si në siklet, por që e meritoj kjo grua sinqerisht që unë të përkujdesesha më tepër. Gjeta drita, domethënë që mungonin tokëzimi, gjeta dhe impjantin e ujit të shkatruar në një masë, domethënë që unë e kam demonstruar, i kam kapur tubot si janë, dhe i kam nxjerrë domethënë linjën e re të kohës, siç janë tani multistrad quhen atje, nuk e di si quhen në vendin tonë, për fatin e keq. Thuaj ashtu me tonën. Multistrad, po janë domethënë më të mira me shumë rruga, po. Po, nuk ndryshkan, janë kundra ndryshkut, janë bashkohore. Domethënë në qoftë se unë gjej një shtëpi që i mungon siguria, është përgjegjësia imja se e pash. Nuk mund bëj sikur nuk e pash. Jam përgjegjëse ta çoj në vendin e duhur. S'mund të thonë këto se më ke thonë unë bëj po jo. Unë e vend dieni që e pash, nëse më refuzon ajo problemi tyre. Unë e vend dieni që unë të shikoj që ty të mungon tokëzimi, sepse unë hap prizën, kur ti më jep një prizë të re për ta vënë, unë shikoj që aty janë vetëm 2 fije. I them, si ka mundësi kjo prizë, kjo shtëpi nuk ka tokëzim. Po jo, nuk e di, si nuk e di. Shkoj ke dera, gjej fijen e këputur në hyrje të shtëpisë, të pallatit. Fati mirë që e gjeta tokëzimin aty, sepse ndonjëherë nuk ke ku e gjen, do mundohesh të çosh linjën më larg e më larg. Po, për të arritur në linjë të pallatit, siç duhet, por që ishte fati jonë që gjetëm telin atje dhe e lidha. Domethënë, për mua punët më të vështira dhe atë që unë, për shembull, kam pat një punë, ka qenë në kohën që më keni thirrë ju për televizion, ziheshin domethënë familjet me familjen si shkonte uji brenda në shtëpi tjetrit. Dhe ai vinte te mu që jam femër, duke u refuzuar nga shumë murator, vjen te mu dhe thotë që ti duhet më bësh këtë pendencë se unë e di që ti e bën. Është njëri me biznes, janë njëri që ku më thotë, domethënë kur më flet, motra ime thotë për mu ti je një burnesh. Dhe unë duhet ngrija një pendencë jo më pak se 20 cm, ta kaloja ujë nga krau që i shkonte tjetrit, ta kaloja në kraun tjetër. A ditë kam rëshkitur, kam pret dorën shumë keq, kam shku për ta qepur dorën, më kanë refuzuar spitali i Napolit, më kanë thënë këtu ku ke ardhur është për fëmijë, nuk mund ta lija punën, jam kthy me dorë të çar ekstrem, jo të çarje, dhe kam lidhur vetë me bluzën time, kisha një bluzë të gjatë, e kam çar bluzën time vetë, i mora pjesën më të gjatë, e kam lidh dorën dhe kam punu me dorë të çar. Gjithë ditën deri në darkë, që dora duhet të shqepur. Domethënë, edhe unë nuk e pash se ndjeva dhimbje, Valon, sinqerisht. Shin puna përpara. Valentin, sot i jep sigurinë i jetë, domethënë, kjo punë që e bën ti. Atëherë, si nga aspekti financiar, si nga aspekti shoqëror. Valon, mu më ka rritur kjo punë. Më ka rritur në karakter, përballë shtetit italian, atje ku unë punoj, jam një grua që bolt ndalësh në një komisariat thush kjo zonja, direkt do thonë është një muratore, kemi shumë respekt dhe po, mu më bën shumë krenare kjo pjesa, edhe kur shkoj të marrë dokumentat që unë i humba, kur isha në It's My Home, ju e dini historinë që unë i humba, mu hapën dyert si me magji të Zotit, vetëm fakti që unë kisha punuar muratore, më njoftën. Absolutisht, tha, nuk do t'i ndërpresim dokumentat e tuja, je i njëri plot vlera dhe mi futën përsëri, unë jam duke e prit. Më thënë është në shqyrtim, sepse nga një premeso që unë e kam me merita, si thash, për jetën që i shpëtova shqiptarit, duhet ta ktheja në një permeso pune. Dhe unë duhet paraqisja një partita IVA që unë e kam, si muratore, firmë individuale, si që kanë këto që kanë shumë punëtor, unë e kam timen individuale, individual, po. Dhe
do më thënë, duke i paraqitur këta, duke i paraqitur dhe të mirat që unë kam bërë në atë vënd që mu më shofruar si unë jam residente në Itali, i mora përsëri dokumentat, falë Zotit, nuk e di u hapën dyert me magji. E nuk mund të ndodhë të ndryshe, sepse isha pjesë këtu edhe nuk do më bëj asnjë gjë tërës. Shumë shpesh më thu që... E them shumë shpesh Valon, sepse në jetë gjithmonë hasi mos mirënjohës. Unë gjëja më e bukur që kam si njeri, është mirënjohja. E jam mirënjohës se ati njeriu... Shumë mirë, që ashtu duhesh më vazhdu. Ati njeriu, du të them më shumë për publikun, jo se do më thënë të përmend shumë herë të pjesën, po kur kam shku fillimisht në Itali, është një grua që quhen Alessia Cortese, më ka hapur derën kur unë nuk dija një fjalë italiane. Jemi shumë mike bashkë, unë isha në punën e fundit në stren e saj, ku punon, flija atje kjo agjensi ku kam punuar, fal asaj që unë e du shumë edhe më do shumë, ajo thot gjithmonë, Valentin, ti thot, sa herë duhet ma përmendësh të më thush mu falemderit. Unë i them, aj sa të kem frym, derisa Zoti... E te prën pak. Nuk mu shpesh ma thu. Nuk te prot Valon asnjëherë. E di, po... Ti thush tjetrit falemderit për çka ka bë për ty. Po, sa t'jep siguri? Ma jep sigurin, me jep të ardhurat, me thonë për shoqënuar e kuptova, për krijon në qytet apo kudo që vendbanimin ku punën edhe jeton, njohin njerëz. Po siguri financiare sa t'jep? Po, mirë, mjaftueshëm. M'jep, domethënë m'jep më shumë, dy fishin që merr një grua tjetër që punon, domethënë pastruesa, që punon në një hotela, që punon me të vjetrit, me të moshuarit. Domethënë, puna ime është 3 fish. Që dia keni edhe këta pasanikat më të ndajna më i qenë tash të AI-it, të rrjeteve sociale, të internetit, Elon Musk e shumë të tjerë, po thojnë që në të ardhmen, milionerat do t'jenë ata që kanë me ditë me ndresh ujin, me ndresh rrymen, sepse këto punë do të thotë mjeshtrit cilë bojnë riparime, sepse këto punë... Atëherë puna e muratorit, jo e muratorit të thjesht, e muratorit profesionist, që një gjitha zërat e punës, është një, domethënë, është më e lehta dhe më e depërtueshme si në ekonomi, si në shoqëri, si në çdo lloj aspekti. Punë që po kujtojnë të sepse duke punuar unë, për shembull, nuk kam punuar në familje, domethënë, që nuk kam patur mundësi me ma kthy nderin. Vërtet unë kam bërë punë, siç ta thash, ndoshta dhe me çmim shumë më të lirë nga ç'e bëjnë italianët. Por unë kam marrë, domethënë, indirekt, kam marrë dokumenta për vetëm, për fëmijët e mi, kur më janë dashur, ja kam arrit ja bëj djalit, nusës dhe nipit, fal asaj që unë kam punuar në familje avokatësh. Po dhe, e më tha ma herët, që shatë më thonë, ti shkën janë ndresh një grus, ose i plakës, ose dikuj, riparimet vogla, e qëllën që me pas avokat djalin edhe të lidh puna dhe të krijon hierarki pak në shoqëni, do të thotë për me kry punë. Ka qenë një postimi imi i dëshpëruar shumë fare kur unë kam dal nga It's My Home. Fëmijët e mi e kishin shumë dëshirë që të më shifnin në Milano. Mami, Napoli nuk është për ty, vërtet është i zhurmshëm. Unë jam femër e fortë, po jam femër e urtë. Në cakun, kur nuk më cënon kërkush mu si femër. Dhe nuk kisha punë në Milano, Valon. Ishte në vështirësi shumë. Nuk kisha punë. Kur dole, po. Shkoj në një firmë, më premtojnë të më marrin punë, më mbajnë 3 ditë, duke më testuar shumë mirë. Fakti që më hoqën ishte për punën e përmesës. Dyshuan të përmesua ime, që përmesua ime ishte me vlera shumë të mëdha, ato e menduan në të kundërt dhe më hoqën. Dhe absolutisht që askush nuk zon nga fatkesia, por unë ditë them ndonjëherë që Zoti është aty duke t'i numëruar lotët që t'i derdh. Kur mos t'i bëjnë tjetrit keq, kur tjetrit ty s'të bën keq. Unë si bëj kërkujt keq, jam shumë shpirtdashëse, shumë shpirt mirë si njeri, edhe më hoqën për punën e asaj përmesës që dëshuan. Bëj një artikull në Facebook, ish ngritur goxha, fal It's My Home-it, ish ngritur goxha influenca e njerëzve në Facebook, dhe e lexon një grua italiane që unë kërkoj punë. Edhe më shkruan, e dëshpëruar ke Zoti, ishin fjalë prekse dhe unë mendoja ndonjëherë të kërkoj ndjes që po e them, mendoja ndonjëherë fundin tim. Jo. Thosha, nuk dua të shkoj mbrapsh.
Edhe më shkruan kjo gruaja, thot, Valentina, ti ditë bësh beton? Sigurisht i them që ditë bëj beton, më dorëzojmë parkun më të madh të Milanos, quhet Centenario di Milano. Thot, do bësh, shkon të ujë deri në gjysmë të gjurit, edhe nuk ishte as një arkitekt, as një inxhinier nuk e merrte përsipër se pendenca ishte shumë e vogël për t'ikur uji. E refuzonin inxhinierët, e refuzonin arkitektët, e mora unë përsipër duke premtuar që nëse unë nuk ja dal, do t'jap lekët e materialeve, nuk do kërkoj dhe pagesë. Okej, bëje, koha jote e humbur, nuk më paguajnë, as një lek në fillim të punës, vetëm ka marrë pak lek për babin tim, do më thënë që kam smur dhe ju e dini, i hy punës, në shi, në diell, nuk doja ta lija edhe një ditë, se shqyqyr që e gjeta punën, vinin njerëz, kalonin, i bënte përshtypje, si ka mundësi një grua duke hapur kanale me lopat, do më thënë 2025, ato nuk e mendojnë kur këtë lloj teknologjie, hap 100 metra kanal, vetëm fillekat, 30 kaseta uji, e bëj provën me një zorë, si që ka prova e muratorve hidraulikve, e gjeta pendencën, një pendencë ishte vetëm për 5 centimetrash. Po dhe ramja. 5 centimetra kishte favor që unë t'hiqja ujin. Po mu 5 centimetra do thot që mu nuk më ngelte një pik uji në atë tokë, që shkon të dej këtu dhe unë i kam përcjell me pamje në punimet e mia. Kalo shiu parë, nuk më paguaj, kalo shiu dytë, po i tmerrshëm, që përmbyti gjithë Milanën, shkruanin dhe gazetat, kalo shiu tretë dhe marrin telefon, Valentina paraqitu në Centenario, ka ardhur një grup i madh inxhinierësh, arkitektësh për të falenderuar, dhe do marrësh pagesën, a ditë është bërë shlyerja e asaj. Unë isha, domethënë, njeriu më i lumtur në botë, krenohesha, ishin inxhinier të mëdhenj që kishin ardhur më falenderonin. Bravo, ja dole, na sfidove, sinqerisht i sfidova, sepse thonin nuk e arrin. Më testuan, domethënë, duke thënë që ti duhet i pagush vetë. Ishte i dëm prej 3.000 eurosh si materiale. Kur e kam arritur që kam pa vetë, unë shkoja para atyre për ta parë, se nuk më linte meraku, shkoja vetë me bicikletë, me monopatin të vogël, shkoja direkt të shikoja s'kish ngelur, i bëja foto, i hidhja vetë në rrjet social, pastaj kur moram kanë kushtuar dhe një gazet, është artikull në TikTok, gazeta për Valentinën e dëshpëruar që gjeti punë dhe ja doli. Bravo. Sa kime mujt me punu edhe me kry këtë punë fizike të ronë në të ardhmen? Atëherë edhe fëmijët ma thonë gjithmonë këtë që ti ma lëre këtë punë se ti lodhesh. Unë them që unë nuk më lodh fare kjo punë, vetë se më rinon kjo punë, më jep shumë forcë, shumë autoritet, nuk kam për ta lënë derisa fuqia të më le. Në fuqi keme pas? Atë di Zoti. S'mund të them unë se ç'mund të ndodhi nesër me trupin tim. A mendon që ma shpejt keme mujt me bo në e firmë, kështu që këtë shqiptar të bojnë në e firmë, që krynë punë, dhe më thonë me pas edhe punëtor tu, jo veç vetë. Kujgjo, s'paku cementën e gjanat e rona me t'i baj dikush tjetër. Faktikisht, unë jam shumë patriote e vendit tim. E kam shpreh në rrjetet sociale që unë duhet kthehem në Shqipëri me i bashkëpunim me i krah të fortë. Sado e fortë jetë një femër, nuk e ka forcën që mund ta ketë një mashkull i fortë, por që t'jetë i pastër, t'jetë punëtor, e t'jetë si puna ime që t'ma afroj mundësinë për t'u kthy në vendin tim. Ndryshe do punoj kështu siç jam atje ku jam, nëse nuk do ta kem këtë mundësi. Atje se zor është. Jo, janë ofru, i falenderoj njerëzit që janë ofru. Një ishte grua nga Zvicra, por që unë jam patriote e vendit tim dhe nuk e du, edhe pse rroga shumë e mirë. Ishte një premtim live edhe ishte një gru zonjë, e përshëndes atë zonjë, që kishte nevojë për një punëtore dhe duke ndjekur në rrjetet sociale tha 100% të garantoj mund të afirmos dhe me avokat ti të vish dhe të punosh e ke derën hapur, sepse je e gjithanshme, kishte një firmë ndërtimi me bashkëshortin inxhinier në Zvicër, por e refuzova sepse shikoj me synimin t'i kthehem në vendin tim. Jam grua, është gjuna, domethënë që ndodhin tërmetet dhe këto pallatet bien.
Kur ne kemi për shembull një mundësi që jeta më ka bërë, unë nuk kam mbaruar shkollë, por mund të më testoj inxhinieri më i mirë, arkitekti më i mirë që njoh cilësinë e dheut, njoh cilësinë e punimit, cilësinë se si mbrohet nga tërmeti. Dikuj në është edhe mu me të mjë do kështu fjalë të kota që ka të folë, po me të vërtet çka ta she e bën edhe shumë gjana i kupton ekologjike në shumë interesante. Është praktika ajo që më ka dhënë. Praktika, unë e kam praktikën, nuk kam shkollën, nuk jam shkolluar për këtë pjesë, po kam praktikën që mund vi kushdoj inxhinier thot ta sjellë në një studio televizive këtu ke ty, të më bi automatin, të më bi prizën, ti bëj të shkurtra në një pjesë, ti demonstroj live. E di. I shojmë ato video të jemi të i qitë. Po. Punë të tuja që ka i ke kry, cili është projekti radhës që keme bo? Projekti radhës kam shumë qef të kthehem në Shqipëri, në Kosovë nuk e di si që thash, dhe ndoshta, një firmë e vogël që i merë, do më thënë, ngarkim punimet, edhe ti mbaroj, po nuk e lë si punë, më pëlqen ndërtimi. Të pëlqen ndërtimi? Jashtë mase, plus që kam, do më thënë, dëshira ime, nëse do arri, unë nuk kam atë ekonomi të bëj bamirësi, por nëse do të arri, ato vite jetë që më kanë ngelur, duhet vazhdoj të bëj bamirësi për njerëz që më kujtojnë veten kur kam ecur kam zbathur për të shkuar në shkollë. Gjithmonë ai që ka jetu vetë jetë vështirë, gjithmonë është kur i ndrejshen kushtet mundohet më animu të tjerëve. Kjo është dëshira ime. Sot e ka standardin shumë më mirë, Valentina, po nuk qet kajde, tha që të teshat, të ushqimit e këto nuk qet kajde, po edhe të jetat e fjetja aty ku jeton tash vetë ke improvizu një si... Atëherë, asnjë nuk mund ta besoj që unë si Valentin, fle në një shtëpi që s'ka drita, nuk ka ujë, edhe pse mund të më ofrojnë të gjithë të jetoj në një shtëpi luks, unë preferoj atë shtëpinë pa drita, pa ujë, po që di që është në shtëpinë time, ngrihet me mundimin tim, ka qenë domethënë një sakrificë jashtë mase e madhe për ta. Është vend që se ka përdorur kërkushti Është ka qenë një gabinë elektrike me standarde me mure të forta, të testuara kundra zjarrit. Ato nuk ke shans të ngulësh një gozhë, aq mure të forta janë, por që mungon rryma, mungon ujë, edhe unë marr ujë domethënë live në TikTok me karro dore, e çoj ujin me disa bidona, nuk është sinqerisht Valon, për mua është për t'i thënë njerëzve që mos u dorëzo. E di të kuptoj, se nuk qëtë kajde se po... Nuk e nëzjerë vetëm për të dalë keq se unë po vuj dhe po qoj 30 kg ujë kështu. E di, nuk e kalëzën ato, për që po ti do me tregu që jetohet edhe pa shpenzimet. Unë du t'i them këtyre... Nuk pagun qira, nuk pagun asgjë. Unë du t'i them këtyre grave që ndonjëherë bëhen peng i jetë, plot vuajtje, për mos me e pa vetën duke vuajtur. Unë them më mirë të vuash që mos t'jesh pjesë e vuajtjeve. Sepse të vuash në trysni që t'i ofron dikush gjithë mirat materiale, është më e favorshme kjo që kam zgjedhur unë. Populli jam i dashur shqiptar, kjo është Valentina, paka shumë thashë keni njohur për emisioneve tona, po nuk e keni ditë për jetën edhe punën se ç'është bën. Një gru me shumë zanate të burrave, tash burrave nuk mujnë po na imi mësume i pa veç burra të i bua ato punë. Është femën që s'dorëzohet kurrë, është femën e cila mundet me qenë inspirim, jo veç për femën tjera, po edhe për gjithë ata që mendojnë që nuk ka punë, që nuk ka shpresë, që mësoni një zanat, se zanati, thëjk edhe gjysh jam kur pa bukë nuk të lenë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, Valon. Dëshiroj suksese në vazhdim. Faleminderit shumë nga zemra. Mos u dorëzo. Faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit, edhe Zoti ta shpërbleft me të mira sepse ke një shpirt bujar. Faleminderit nga zemra. Ka që ka personë të mish, natën e mirë. Natën e mirë gjithëve.
Show.